shumë e thjeshtë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAK. Ky është një shembull, po mund të marrë edhe plot shembuj të tjerë, po marrë këtë që është më i prekshmi për opinionin publik. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik. Dhe këto forca janë të shpallura dhe i njeh gjithë Shqipëria, dhe i njeh gjithë bota. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makjazh trampist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes si dita me natën apo si nata me ditën mes nesh dhe kënetës, por ky është dhe thelbi që ndan nëse Shqipëria dhe shqiptarët do ta shfrytëzojnë dritaren e hapur dhe do të bëhen antarë të Bashkimit Evropian duke i mbyllur negociatat në 2027 dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, apo nëse do mbeten si ndonjë shtet tjetër këtu në rajon që e ka të ardhmen komplet paqartë. Ne nuk jemi Bosnjë-Hercegovina. Ne jemi Republika e Shqipërisë dhe ne kemi të gjitha ato që na duhen për ta shfrytzuar këtë dritarë.